Tani, duhet të njoh shqiptarët me videon e cila shokoi audiencën dhe që është dëshmie një përpjekje të jashtëzakonshme që po bën opozita në luftën kundër aktualisht armikut më të egër të lirisë së shqiptarëve, që ka emrin Edi Rama dhe farsës tij elektorale. Edhe njerë, për çdo qytetar që vlerëson lirin, që vlerëson votën dhe fjalën e lirë si themele të lirive të tij, ai që të merr këto është armiku yt më i egër, pavarësisht nga kombësia, pavarësisht nga shtetësia, pavarësisht se çfarë është, ai është armiku numër 1 i yti me të cilin duhet përballesh. Tani, ju lutem, imagjinoni pak, kjo është farsa. Janë me titra, flet vetë komisioneraj, po voton. Kriminali elektoral me uniform komisioneri e nxjerr prap votën. Nuk ndalet. Nuk ndalet. Prap vot. Komisioneri e kontrollon fletë e votimit para se ai ta hedh në kuti të votimit. Një person merr 4 fletë votimi, e pat. Përsëri, ky është votimi, fytyra e votimit. Prap, aty e rrini i udhëzon. Gjatë ditës komisionerët votojnë në emër të zgjedhësve. Kjo është. Burdhoni. Urdhon shtot. Nuk ka sekret më vote. Të gjitha i kontrollon komisioneri ose voton vetë komisioneri. Ja, vazhdon ky. Edhe kontrollon tjetrën tani. Shkoti se voton për te ky. Ky është votues ky kjo. Edhe këtë tjetër, të 4-tën, vazhdojnë kë nuk ka kufi. Komisioneri, në dhomë të fshet duke orientuar
se keni pa ju. Po i pa dhe Europa i pa këto. Pra, e quajta të domosdoshme të njohë shqiptarët me përpjekjen e jashtëzakonshme që ne po bëjmë për të dëshmuar atyre dhe botës farsën e turpshme të 11 majt të narko kryeministrit apo narko diktatorit Edi Rama dhe shtetit të tij të drogës, narkoshtetit të tij. Nuk mundet kur ndërgjegje një njeriu të pranoj këtë farsë. Por sidoqoftë, ne bëjmë këtë si detyrim. Natyrisht përgjigjja dhe zgjidhja është vetëm tek shqiptarët në dorën e tyre. Do të tolerojnë ata një poshtrim të tillë. Do të tolerojnë ata një qeveri që legitimiteti i cilës nuk ekziston. Pushteti i cilës bazohet në një farsë të turpshme elektorale, apo do ngrihen ata për të mbrojtur të drejtat tyre themelore si njerëz të qytetëruar. Unë besoj tek e dyta. Dhe këtu qëndron Partia Demokratike, e cila kurrë nuk do i pranoj këto zgjedhje.